Këtë 5 maj, në mauzoleumin e dëshmorëve në Durrës, autoritetet më të larta vendore dhe qendrore, përfaqësues të shoqatës së veteranëve, si dhe të afërm të dëshmorëve të Atdheut, morën pjesë në ceremoninë organizuar me këtë rast. Në këtë ditë përkujtimore të rënëve, kujtohet me respekt dhe mirënjohje sakrifica atyre djemve dhe vajzave që bën sakrificën sublime duke dhënë dhe jetën për Atdheun. Në këtë datë të shënuar ne nderojmë kujtimin e gjithë atyre bijve dhe bijave të Shqipërisë që vendosën idealin e lirisë mbi jetët e tyre, dhe që me sakrificën më sublime shkruan faqet më të dritura të historisë tonë kombëtare. Të pranishmit kanë bërë homazhe dhe kanë vendosur kurora me lule në nderim të rënëve, që me gjestin e tyre heroik kontribuan për një Shqipëri të lirë. Ky 5 maj e gjen mauzoleumin e dëshmorëve pa ju nënshtruar ende rikonstruksionit të plot. Tendri është zhvilluar në fund të vitit kaluar dhe aktualisht po punohet për plotësimin e të gjithë dokumentacionit të nevojshëm dhe lejeve përkatëse për fillimin e ndërhyrjes në objekt. Për shoqatën e veteranëve dhe të afërmit e dëshmorëve, rikonstruksioni i godinës është më së mirëpritur. Pas asaj bisede që zhvilluam bashkë, morëm kontakt me bashkinë, në drejtorinë e kulturës bashkisë dhe na thanë që e kemi në projekt për ta rikonstruktuar mauzoleumin e dëshmorëve të Atdheut. Tani sot është një ditë e shënuar e historisë së popullit tonë. Flijimi i jetës së 28.000 dëshmorë për lirinë e Atdheut është në ngjarjet më të shënuara të historisë sonë kombëtare, kështu që ne thrasim me zë të lartë lavdit dëshmorëve të Atdheut. Pavarësisht se Shqipëria po zbrazet e njëri tjetër, zemrën e kemi këtu. Me gjakun e këtyre po bën gjitha këto gjëra të mira. Jam krenar, kam gjyshim, kam xhaxhan, kam nipin, kam dëshmorë. Ata e patën atë kurajon. Aktualisht në mauzoleumin e dëshmorëve shumë nga pllakatat me emrat e tyre janë të dëmtuara dhe rikthimi i godinës në gjendjen që do të impononte respekt për dëshmorët e Atdheut është kërkesë e vazhdueshme e shoqatës së veteranëve.